Blegtorët në rajonin e Pollogut ankohen se me vendimin e qeverisë që 50% e qengjave nga numri i përgjithshëm të dorëzohen në thertore për të kurrë kopet e tyre. Sipas tyre kjo është e pamundur, pasi vetëm vitin e kaluar 30% e deleve kanë dështuar me qengjat, shkaku i virusave të ndryshëm. Vjet shumica, nuk thojmë shumica, ama 30% e dhemve i kanë fuk kingjat, i kanë nxjerr para vakti. A dëni virus, a çka është problemi, nuk e dinë doktorët tajnë, nuk e dinë çka është problemi. Ne, unë kom 100 copa dhe në shembull, ato 100 copa ku ne nuk pjellin. Ato dhe pjellin 50 në kohë, 30 dhe pjellin ma vonë, 20 dhe pjellin hiq. E ato të ma vonshmet, në shteja të rujmë femna të i shtojmë, apo t'i paksojmë. Këto nëse janë të shku për t'i paksau, kjo nuk është shtim. Shko thojnë i kemi rejtë subvencionet, jemi të punau ma shumë për të rejtë numri baktive, a këto janë të shku për zhdukjen e baktive. Neve 100 dhen në regull nuk në pjellin këtë. Në pjellin 70%. 10% 20 i ngelin vonë shumë, 10% nuk janë askundi a cofin, a smuhen, nuk janë. Me këtë 50% që në lipin neve, ne jesëm pa subvenci. Po kërkojmë një mirë kuptim nga Ministria e Qeverisë, i lutin atë na tërheqin që këtë 50%. Numri 2 Ministrisë së Bujqësisë Flakron Beçeti thotë se masa është pozitive, ndërsa pranon se kanë biseduar me bujqet dhe po shqyrton kërkesën e tyre. Kjo është për shkak shfrytëzimit të subvencioneve, ku sepse më herët është bërë edhe rritja, edhe është bërë edhe keqpërdorimi i subvencioneve të ndryshme, deklarimi i rreshëm. Kuptohet që këtë shqetësim ma kanë thënë edhe mua dhe unë kam marrë për obligim që të flas me sektorit përkatës, edhe me ministrin që të mundohemi që këtë përqindje që ta ulin, domethënë, nuk e kemi premtuar, por punohet në këtë drejtim që kjo 50% domethënë shumës që të ulet dhe shpresoj të kemi edhe mirëkuptim edhe sukses në këtë drejtim. Blegtorët ankohen se edhe çmimi i marrjes së qengjave është tejet i ulët, por edhe pse është shumë i ulët në krahasim me rajonin, edhe ato pak para nga thertoret nuk i kanë marrë që prej 2 vitesh.